Plako, janë të ranu Shqipët krejta, të vendos kamera gjithandej poshtë, lartë e poshta. S'ka mbet edhe veç edhe WC me qitë edhe me na për qilla. Bizneset për veti, katunor për veti, qytetar për veti, nese qytetar, shua qytetar të leshe gjithë për katunori ka shku në Prishtinë. Për shembull, e vendos tipin katunat, jenë fillim katunit kameret, sukur më koni licencu për Ministrisë Punëve të Brendshme, edhe e mon evidencën, krejt hyrje dalje, kush hin katun, kush del. Ta dini se është e denueshme plako, ti mund është me i gjezu veç teritorin tanë aty edhe kryp më puna. Denimi mundet më konë deri 50.000 euro. E njëjta edhe për biznes, për bizneset deri 100.000 mundet më shku. Janë dy ligje që e përcaktojnë. Ligji për privatësi, është aty një nen, nuk e di, është edhe kodi penal. Kodi penal është edhe aty një ligj që thot ndalohet veshgimi dhe incizimi pa autorizim. Ose ko Allah si tipa që e vendosin banes aty krejt koridorin të monitoru, të mojt evidencë 24/7. Kujdes, plako, kujdes. Mos i vendos një kamerat se muni me hangër një denim fort, kështu që kjo është një video vetëdijsuese. Shpërndoni kush se din këtë informacion. Shumë shpejt ka me fillu denimet. Edhe do kanë hangër, po do halo nuk e din se cilat janë pasojat e venduse. Nuk i drejt ti me i qizu aty ku i shi shka ato bo. Se kamerë tonë mund me vendos, po ti du të më koni kujdeshëm veç në teritorin tanë aty. Jo me qitë hunt atje shka boni ku shia anjena kënena. Edhe me ditë krejt ku shini, ku shdule sena anjena kënena. Kështu që kujdes se më konë Gjermani, ose vymë gjysën me shumë Gjermani i Zvicër, me pose qysh vendohet. Na qmen, kamera, zditë gjë, 500 vjetë kënë rënu pa kamera dhe tash pa kamera. Kamera, puna, ledhën, bëthën. Na ato kamera, që ditën, ka 2 orë të hup të këshyrës, thek, që të mojtas djalltas juk veri lindje, tek! Po, interesat, katastrofik.